Përshëndetje miq, jemi sërish bashkë në podcastin e Qendresës. Ne e kemi titulluar Mikrofoni edhe shpresojmë shumë që ju të ndiqni jo vetëm këtë rrjet komunikimit tonin, por edhe rrjetet e komunikimit të Qendresës, siç janë Instagrami dhe YouTube-i, në të cilën ne shpesh shpërndajmë informacione në të. Në fakt, sot do kemi një temë disi të veçantë që ka të bëjë drejt për drejt me mënyrën se si ne jetojmë dhe drejt për drejt me mënyrën se si ne sillemi. Sigurisht që ajo që është instinktivja dhe që shënon le të themi fillimin e jetës së një individi apo një njeriu është marrja frymë në këtë botë. Mirë po, pyetjet lindin sa cilësisht e marrin frymën qytetarët e vendit tonë, edhe e them këtë sepse ne jetojmë në një qytet që dukshëm statistikat tregojnë që ajri është i ndotur, por jo vetëm ajri është i ndotur, edhe dëgjimi shpeshherë është problematik, edhe sjell edhe probleme për shëndetin tonë. Mirë po, të gjitha këto se si lidhen ndotja, mjedisi, politikat dhe se si ndryshojnë këto realitetet të vendit tonë, ne në fakt do kemi mundësi të zhvillojmë një bisedë me një ekspert mjedisor, por që në të vërtetë është një urbanist i cili në fakt ja ka kushtuar këto vitet e para të jetës së tij aktive çështjeve të mjedisit. Email të Sokoli. Faleminderit email që u bëre pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi për mua me kënë në mikrofon me ju dhe me ndo idetë, me ndo disa mendime ndryshe nga intervistat e zakonshme që ndodhin nëpër televizore dhe shumë faleminderit se pres me shumë qejf intervistën në podcast. Emil, ne jemi shumë të interesuar, jo vetëm sepse unë e thash që në fillim që ne gjithë marrim frymë në këtë vend. Mirë po, dukshëm ajo nuk vjen në kualitetin të cilën duhet garantojë një lloj integriteti shëndetësor për qytetarët e këtij vendi. Ju keni bërë së bashku me, le të themi, ekipin tuaj të cilët monitoroni ndotjen e ajrit edhe të mjedisit në vend, keni bërë një monitorim tuaj. Si është situata në vendin tonë? Në fakt, unë duhet të them që kjo është iniciativë e kohershme e Koplan. Ne kemi, është viti pothuajse i 7 që bëjmë publikime të tilla në kuadër të cilësisë së ajrit dhe të zhurmave. Dhe në një farë mënyre duke pa edhe trajektoren që ka hyrë territori i Bashkisë Tiranës apo qytetit Tiranës, rezultatet janë deri diku të pritshme, që me qenë jo premtuese në kuadër të cilësisë së ajrit dhe të nivelit të zhurmave. Dhe normalisht ka disa zona që janë zona që mund të jenë hotspot mjedisor për sa i përket cilësisë së ajrit dhe të zhurmave. Ne kemi zgjedhur që për këtë round ose për këtë monitorim të kemi 4 komponent për cilësinë e ajrit, që është dioksidi i karbonit, dioksidi i azotit dhe 2 llojet e grimcave, grimcat PM2.5 dhe PM10. Po tani se kur i thua kështu për një njerëz që se njeh ku diun këto elementet e kimisë, janë këto 2 komponent, fakt ne kemi mundësuar që t'i përshtatemi edhe matjeve apo komponenteve që maten që kanë detyrimin të maten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Këto 2 element, CO2, pra dioksidi i karbonit dhe dioksidi i azotit, ndikojnë direkt në atë që ne quajmë, mund të themi, smundshmërinë pulmonare e tjerë, që kanë ndikim direkt në shëndetin e njerëzit. Po ashtu edhe grimcat PM2.5 dhe PM10 janë madhësia e grimcave të pluhurit që ndodhen në ajër, pra intensiteti i pluhurit që ndodhet në ajër. Këto 2 që janë komponent, janë 2 lloje grimcash, njëra më e vogël që është PM2.5 dhe PM10, pra edhe këto 2 janë komponent që shkojnë në bazë të komponentëve që duhet mas edhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit, por normalisht metodologjia e matjes ndryshon. Ne kemi një metodologji alternative, i themi ne, sepse kemi pajisje që janë të certifikuara për cilësinë e ajrit, por janë të lëvizshme. Kjo është e rëndësishme. Dhe ndërkohë që Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka pajisje, duhet të ketë, në kuadër të metodologjisë saj, duhet të ketë pajisje fikse që e masin cilësinë e ajrit në 24 orë të ditës. Nuk ndodh kjo?
ne nuk e dim nëse ndodh. Ne kemi disa raporte që ato nëpërmjet tyre thuhet që këto ndodhin, por të dhëna për cilësinë e ajrit të publikuara nuk kemi. Kanë detyrimin që Kanë detyrimin prodhojnë ligjor raporte që të prodhojnë raporte për cilësinë e ajrit dhe të zhurmës patjetër. Dhe jo vetëm në nivel kombëtar, po edhe në nivel njësish të qeverisjes vendore, që edhe po ashtu edhe bashkitë kanë detyrimet e tyre ligjore, por normalisht kur në një farë mënyrë nuk jepen ose këto detyrime nuk respektohen ndoshta si duhet në nivel kombëtar, edhe bashkitë e kanë shumë të vështirë pastaj që ti respektojnë këto vendime. Ndoshta duhet një qasje më gjithëpërfshirëse që të filloj realisht puna me matjen e tyre si fillim në bazë të metodologjisë së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe më pas patjetër që të shtrihet edhe në nivele të njësive të qeverisjes vendore. Keni bërë matje për zhurmat? Kemi bërë edhe matje për zhurmat, që është pjesa tjetër e studimit, është komponenti normalisht i nivelit të zhurmave. Ne kemi një të dhënë që ka të bëjë me 55 decibel, pra është niveli i pranueshëm i zhurmave dhe çdo gjë që është mbi këtë nivel quhet mbi normë. Dhe normalisht kemi përsëri 2-3 pika në fakt që mund të quhen hotspote që janë pothuajse të ngjashme me pikat hotspot të cilësisë së ajrit, që këtu mund të përmend disa zona. Po zona e parë problematike është gjithmonë dhe ka qenë historike, është 21 dhjetori, kryqëzimi 21 dhjetorit, sepse ne duhet ta dimë që Po çfarë ndodh te 21 dhjetor nga një kryqëzim tjetër se këtë sepse sasia e makinave që kalon në atë kryqëzim është shumë e lartë. Dhe kjo është pika, kjo është edhe një faktor që lidh edhe cilësinë e ajrit, po bashkë me nivelin e zhurmave, pra. Ne duhet kuptojmë qartë që në kontekstin shqiptar ne ndotja e ajrit nuk na vjen nga ndotja industriale, sepse ne dimë që edhe industri nuk prodhojmë ndonjë gjë të madhe. Më thënë përgjithsisht ata që lidhin është nga aktiviteti ndotjen e ajrit bën me oxhaqet e industrisë, ndërkohë që këtu s'ka industri pse është ajri ndotur. Mund të kemi industri pak në zonën e Fier Patoz Marinzës, që edhe ajo mund të ketë ndotjen e vet që ne duhet ta shikojmë, ne do ta shohim në raportet e ardhshme në fakt këtë pjesë. Apo në zonën e Elbasanit, që është pjesa e ish metalurgjikut të Elbasanit. Pra, këto ne zakonisht na vjen ndotja nga përdorimi i makinave kryesisht, nga përdorimi i lartë i automjeteve dhe lëvizshmëria e motorizuar që ne kemi modaliteti i lëvizjes sonë. Kjo më çudit mua se aty pranë është fakulteti i arkitekturës edhe ka qenë, se tani po rinovohet, nuk e di çka ka bërë, dhe për 5 vite unë kaloja nga ajo rrugë për të vajtur për të kryer studimet. Dhe nuk e kuptoja çka kishte ai Einstein-ishti, se ai Einstein-ishti ishte një kryqëzim sikur njerëzit futeshin në realitet tjetër edhe çmendeshin. Gjithë i binin borjes, gjithë, domethënë, aty ishte një realitet kështu se sikur sishe në i polarizuar, i vetë në gjithë qytetin i ajri aty ku diun domethënë çfarë ndodh. Qyteti i Tiranës është i polarizuar në fakt, po ta shohim nga pikpamja e zhvillimit territorial që ka. Kemi një zonë që është qendra, që është në zhvillim e sipër dhe është një ndër zonat më intensive të zhvillimit, mund ta quaja në Ballkan, po edhe në Europë është. Për sa i përket intensitetit të ndërtimit në qendër qytetit, dhe kemi një Tiranë tjetër që është e segreguar në një farë mënyrë, që janë zona të tilla, se unë e quaj një në fakt bashkinë e Tiranës, bashkinë e Kamës është një zonë urbane. Dhe si e tillë ka zona të cilat janë të segreguara nga ai realiteti që ne shohim përditë në Tiranën tonë. Dhe në këtë lloj zhvillimit është një rreth vicioz që sjell edhe pasoja, që në këtë rast po marr përsëri rastin e 21 dhjetorit, apo edhe hotspoti tjetër është shumë afër, është zona e rrugës së Kavajës, që do të thotë po je këtove në këto zona, ti rrezikon shëndetin. Është një bombë me sahat, mund ta quajmë. Që në një farë mënyrë ti je i rrezikuar dhe je i ekspozuar, mund të themi, ndaj problemeve shëndetësore që mund të vinë në të ardhmen tek popullata. Emel 2 është viti i parë që e bëni këtë? Ne kemi bërë edhe vite tjera. Pase unë mbaj mend që ju
prej vitesh, mund Ne të bëj ne po e monitorojmë për vite këtë në bazë të kësaj nisme që në fakt është ndërmarrë nga Koplan dhe fillesat i ka në vitin 2017-2018. Këtu kemi ne këtu kemi prodhuar raportin e parë dhe nga njëra anë kemi pas ndoshta edhe konfrontime me institucionet. Shpresoj shumë që institucionet ta kuptojnë logjikën e studimit. Ne nuk jemi armiqt e institucioneve, ne thjesht duam të ndërgjegjësojmë masat që edhe që të bëjmë presionin e nevojshëm, të shnetshëm që institucionet të fillojnë dhe të lëvizin në këtë drejtim që të marrin masa në këtë drejtim. Tani pse ju shikojnë armiqjve institucionet, sepse ju thoni që ajri është i ndotur në fillim kështu ka dhe qenë. zhurma është e lartë dhe ju nuk duhet ta bëni këtë që mos e marrin vesh njerëzit, le të vdesin pa e marrë vesh. Njerëzit këtë e dinë, por nuk kuptojnë thellësinë e problemit. Pra, ne tregojmë se sa i thellë është problemi. Dhe duke kuptuar sa i thellë është problemi, njerëzit ndërgjegjësohen edhe më shumë për këtë punë. Po në këtë rast duhet të ndërgjegjësohen edhe vetë institucionet. Dhe për hir të vërtetës kemi një ndryshim të qasjes institucionale ku një farë mënyrë kanë filluar të kuptojnë këtë qasjen që ne duhet të bëjmë ndryshime madhore në këtë drejtim dhe ka në mënyrë indirekte ka lëvizje që institucionet po e marrin për bazë pra këtë presionin e shnetshëm që ne kemi filluar me kohë në një farë mënyrë. Ju e thatë që studimet vinë që nga për 2017 dhe në fakt unë kam qenë gjithmonë i interesuar bashkë me ekipin edhe ne kemi bërë disa ankesa ose le të themi kërkesa për mënyrën se si ne jetojmë në këtë vend edhe nisur që nga zhurma deri tek le të themi ndotja e ajrit. Edhe të paktën në 7 vite që unë kam një lloj interesi për këtë fushë, kam kuptuar që çdo vit që matet është po i njëjti problem, shpeshherë është në normat nuk lëvizin, ndonjëherë bëhen më të përkeqësuara. Po si do i dalim fundit në kësaj se nëse ne çdo vit tregojmë sa keq jemi, sa keq jemi, si dalim nga kjo situatë? Ndërhyrja duhet të jetë e spektrave të ndryshme. Si fillim ne duhet kuptojmë nga vjen kjo problematikë dhe nga vjen është e para që është shumë e rëndësishme është urbanizimi i lartë që po i ndodh Tiranës me mbylljen e korridoreve të erës të qarkullimit dhe freskimit të qytetit. Pra një janë pallatet. Ajo është e para dhe e dyta ka të bëjnë me ndotjen, pallatet bllokojnë korridoret e erës. E dyta ka të bëjnë me sasinë e ndotjes dhe pse ngel ndotja në ato zona. Kur mbyll korridoret e erës, ndotja do ngeli në ato zona, po ndotja shkaktohet realisht nga qarkullimi i makinave, kryesisht nga qarkullimi i makinave. Dhe ne po çfarë duhet të bëjmë ne në këtë rast? Ne të ndalojmë makinat se ecuri? Jo. Në këtë rast duhet të eficientojmë mënyrën e lëvizshmërisë. Çfarë do të thënë eficientojmë? Duhet të ndrojmë modalitet lëvizje, duhet të fuqizojmë me do e mos transportin publik. Në mënyrë që unë dhe ti që shkojmë punë mos të marrim makinat tona, mos t'ja vlej që të marrim makinat tona, po të shkojmë me transport publik. Pra kjo është qasja. Ka një shprehje të famshme të një kryetari bashkie në Brazil, në fakt që njihet botërisht për mund të themi inovacionin në transport që ti ke një qytet të suksesshëm kur të pasurit përdorin transportin publik. Do të thotë që të pasurit edhe nëse e kanë mundësinë për të përdorur makina, sado e shtrejt të jetë mundësia e përdorimit të makinave të përdorin transportin publik. Kjo është një qasje që duhet fillojmë dhe të mësohemi në mënyrë që të rrisim nga njëra anë cilësinë e transportit publik, po edhe të japim akses që të ndjehen rahat ose komod të gjitha shtresat sociale të qytetit. Në mënyrë që kjo të arrihet duke ulur sasinë e makinave dhe të kryjmë në një farë mënyrë edhe nevojat tona duke mos e dëmtuar dhe duke mos i bërë dëm vetes në fund. Po mirë, ne si njerëz të dashuruar pas automjeteve, mund të ketë një zgjidhje
pa hequr automjetin, pra fjala vjen automjetet të tipave më të reja që ndosin më pak ose elektrike. Është një qasje tjetër që në fakt Shqipëria është pak mbrapa edhe në vendet se un kam hall që këtë që ju thoni nuk do na i realizojnë dot dhe kam hallin e madh që nuk do duan njerëzit që ta ajo është mentalitet dhe normalisht që problemet e mentalitetit, pra të ndryshimit të mentalitetit janë probleme që lëvizin me kohën dhe janë të shtrira në kohë, pra nuk mund ta ndrosh mentalitetin për 2 vjet. Pra nëse vendosim limite të makinave të vjetra që hynë në vend, është një zgjidhje kjo? Një zgjidhje mund të jetë, po zgjidhja tjetër është që të ndihmosh që të blejnë makina të reja. Të incentivosh blerjen e flotave të reja të makinave elektrike në këtë rast. Dhe mund të themi që vendet e rajonit, po marr rastin e Malit Zi dhe të Shqipërisë dhe të Maqedonisë Veriut, kanë përfituar për shembull nga plani rritjes në kuadër të planit rritjes të integrimit në BE. Po mirë, them kështu, dhe ne nuk kemi përfituar akoma që të marrim iniciativa të tilla, sepse këto iniciativa absorbohen dhe thithen nga niveli kombëtar, nga qeverisja qendrore në këtë rast. Dhe kjo do ishte një hap shumë i mirë edhe për në kuptimin për mënyrën se si mund të zhvillohet edhe në të ardhmen e shpejtë politika të tilla që se si të atakojmë këtë cilësinë e keqe të ajrit që ne kemi në territoret, në hapësirat urbane ku ne jetojmë. Ky është vetëm problemi. Nuk është vetëm Tirana. Kjo ishte pyetja. Edhe qytetet e tjera kanë, domethënë, në kuptimin e saj specifikat e veta të ndotjes së ajrit dhe patjetër që s'është problem i kryeqytetit, mund të jetë më i theksuar, po s'është vetëm problemi i qytetit të Tiranës. Se domethënë kur flasim për ndotjen e ajrit dhe të zhurmave gjithmonë fokusohemi tek Tirana. Sigurisht që Tirana mban gjysmën e popullsisë brenda, interesin më të madh edhe publik, se duke qenë një qytet i shkallës së madhe, mund të më i madh në vend, normalisht që edhe interesi edhe publik edhe i gjithë aktorëve është në Tiranë. Po situata të ngjashme ka deri diku afër, ka Elbasani, ka Durrësi, ka Shkodra në një pjesë të Stinës, në kuptimin kur për shembull lëvizja bëhet shumë e madhe gjatë verës. Pra është problem jo vetëm i Tiranës. Shiko, a mendojnë që ndonjëherë domethënë e thën kështu që industria automjeteve shkakton dëmin më të madh në vendin tonë, mbase ne mund të jemi vend optimist për të dhënë zgjidhje. Mua më duket zgjidhja me shumë pak në krahasim me spostimin e industrisë. Pra fjala vjen nëse ti ke fabrikat mëdhaja, të cilat kanë vende pune, të cilat kanë peshë në ekonomi dhe është shumë e vështirë që të zhvendosësh. Vetëm një filtr ti vesh një xhaku duhet lesh GDP-n e një shteti. Domethënë, problemi jon është që problemi me ajrin nuk është problem pikësor. Domethënë ne me kaq pak mund të lëvizim nga vendi dhe askush nuk e çan kokën në këtë vend. Domethënë ajo që thotë ju se ne kena vendet e rajoneve, po marr rastin e Kosovës apo të Maqedonisë Veriut që kanë problemin e CO2-shit apo të cilësisë së ajrit i vjen nga ndotja nga nga industria që prodhojnë energjetiken, që prodhojnë elektricitetin, po edhe ngrohjen. Këto janë ndërhyrje që e kanë shumë të vështirë për t'i ndryshuar ose për t'i zëvendësuar, sepse kjo është, por që ndërhyrja mund të jetë është pikësore ama. Pra ti nëse ndërhyn në një tec të ndërtuar, ti është ndërhyrje pikësore, kurse në Shqipëri është ndërhyrje e shpërhapur, është ndërhyrje e gjerë, që normalisht është më vështirë për të implementuar nëse e ke vullnetin në Shqipëri. Por që normalisht është më pak kostuoze. Se sa ndërhyrja që ti duhet të zëvendësosh për shembull komplet portofolin tënd energjetik të gjithë vendit për të zëvendësuar një tec që ti e ke në punë. Dhe në këtë rast ne duhet shumë mirë të menaxhojmë politikat e reja në kuadër të, siç thash, planit të rritjes, në kuadër të transportit qëndrueshëm patjetër, në mënyrë që ti ikim një farë mënyrë të kësaj fashës së kuqe të probleme me cilësinë e ajrit dhe jo vetëm. Emil, se ndonjëherë temat kombinohen. Ajri, zhurma, energjia është gjithashtu një
kapitull tjetër. Po një pyetje flash. A jemi në një vend miqësor ndaj mjedisit? Ka një, nëse do e kapim në kuadër të energjisë, Jo, unë e doja përgjigjen e shkurtër. okay, Jemi apo nuk jemi? Një vend miqësor Nuk jemi. ndaj mjedisit. nuk jemi akoma. Pse? Nuk jemi akoma sepse ne e dëmtojmë të mërësisht shumë mjedisin, atë që në fakt ne na ka fal Zoti na ka beku me një mjedis jashtëzakonshëm, me një landscape të mrekullueshëm nga gjitha format e landscape-it që mund të ndodhen. Po si e Në kaq dëmtojmë pak- ne industrisë kemi. Ajo është, le të themi, E dëmtojmë që ka duke fshon më duke shumë. e ngrënë. Pse? Ne dëmtojmë pyjet, ne dëmtojmë lumejt, ne kemi hapësira pafund të degraduara pyjesh, ne kemi hapësira pafund të degraduara peizazhesh, po marr rastin më që e shoh për ditë, rasti i firmave apo i ndërmarrjeve të Cimentos që kalojmë në fushkruj, dhe un kam, duke qenë i lëvizshëm nga Shkodra në Tiranë për gjatë një dekade, mund të themi, un kam pasë gjatë gjithë jetës sime profesionale se si gërmohet peizazhi i një zone të caktuar, siç është për shembull fushkruja. Dhe ne nuk kemi asnjë politikë incentivuese për rigjenerimin mjedisor, që ndoshta mund të kemi instrumentin ligjor, po sa e prodhojmë në praktikë, kjo gjithmonë ngecim tek praktika. Kemi lumet më të ndotur në Ballkan, po. Nga mbetjet e ndryshme, dhe kjo vjen nga mos funksionimi ndoshta i skemave të menaxhimit të mbetjeve. Prandaj themi që pastaj pyetja mund të jetë sa e thellë është kjo në mjedis, nuk është shumë e thellë, shqyr. Në atë që ne perceptojmë, mund të themi që kemi kohë dhe mund të rigjenerojmë. Kjo është, mund të themi, shpresë dhënëse, por duhet ta kapim trenin shpejt. Nuk e kemi ngulur thikën aq shumë sa Nuk e kemi ngulur thikën aq në asht sa vendet e tjera. Po mirë, cili nga qytetet shqiptare mendon se është, le të themi, më pak miqësor ndaj mjedisit? Më pak miqësor, mund përmend ose qytete që ndot më shumë ajrin edhe shkatron më shumë mjedisin, mund të themi që janë qytetet e zonës në afërsi të zonave naftmajtëse. Po marrë rastin, më ka qellu me punu ndoshta me bashkinë e Kuçovës, dhe mund ta njoh më mirë realitetin e Kuçovës. Ajo është një bashki që është, ose një qytet që i dedikohet totalisht asaj pasurisë që të nën tokës që ka, mirë po ajo e dëmton rënd, sepse kemi një mos menaxhim ose një problem me koordinimin apo menaxhimin e këtyre puseve naftmbajtëse. Ti nuk mund të kesh një hapësirë ku 10 metra më tej mund të prodhosh domate dhe 10 metra më tej mund të nxjerrësh naftë. Sepse kjo të shkon dhe të çon probleme si shëndetësore, po probleme si me tokën, si me ajrin, si me ujin, dhe gjitha këto shkojnë tek trupi i njeriu dhe tek shëndeti i njeriu. Është e vërtetë, edhe për mua ka qenë habitshme, dhe unë kur e kam vizituar zonat që ju thoni, habja e parë është si ja dalin të jetojnë në ata ambient, por ndërkohë edhe ti mendon se sa ironike është që zonat ku nxjerrin, le të themi, lëndën më të shtrenjtë nuk kanë prosperitetin në proporcion me materialin që nxjerrin, dhe kjo është për të ardhur keq. Kjo ndodh zakonisht në gjithë realitetin e këtyre zonave ku kemi zona në kuptimin që prodhojnë industri ose një farë lloj industrie. Që banorët janë të varfër, ndërkohë që prodhojnë, që ecin mbi pasuri të jashtëzakonshme që në një farë mënyrë mund të kapen apo mund të shfrytëzohen nga individ të caktuar apo nga qarqe të caktuara të biznesit, apo që ndoshta edhe mund të jenë të lidhura me pushtetin. Emil, po qyteti që ti ke qef të rish, edhe e kupton që aty e në paqe edhe me natyrën, edhe le të themi banorët janë disi më të kujdesshëm ndaj. Kam 2 qytete, në fakt, që janë shumë të vogla dhe po nga ana tjetër vuajnë. Tani si Shkodran, mos më thuaj Shkodrën. Jo, nuk ta them Shkodrën. Okej.
Shkodra është hesap tjetër, nuk hyn në llogari. Gjithsesi edhe në qoftë se mund të jetë i ndodhur, ja vlen të jetosh në Shkodër. Këtë mund ta thotë diçka shkodranësh, e pranueshme. Është ironike. Po në kuadër të mjedisit kam dy qytete që vuajnë nga një gjë tjetër që është në kuptimin emigrimi shumë i fortë që kanë. Një qytet që mund të jesh i pranueshëm nga ana mjedisit që ti mund të jetosh në harmoni me mjedisin është Kruma e Hasit. Pse është Kruma e Hasit? Sepse është qytet i vogël dhe gjelbrimin e egër të pyllit e ka të atashuar brenda në qytet. Interesante. Nuk kam qenë, po si e shpjegon ti u dashka vizituar. Nuk është shumë i vogël si qytet, pra është qytet mund të themi, po duke qenë në një zonë pyjore shumë afër masiveve të pyjeve, ti je pjesë e pyjeve. Je në qytet, po je njëkohësisht pjesë e pyjeve, po atje fatkeqësisht qyteti është drejt shpopullimit. Dhe ato kanë në nivele shumë të ulta të menaxhimit apo të kapacitetit njerëzore për të menaxhuar ndoshta edhe ato resurse që i kanë të vlefshme, dhe qyteti i dytë do të jem korrekt politikisht, pse jo mund të jetë Leskoviku. Ç'a gjen në Leskovik? Në Leskovik nuk është se gjen në gjatë madhe, po mjedisin e ke të shnetshëm. Je afër një zone që ke një mjedis të shnetshëm, edhe pra problemi, ironia e fatit është që këto qytete që mund të jenë të shëndetshme vuajnë nga gjëra tjera madhore dhe nuk janë të suksesshme. Vuajnë nga aksesi, vuajnë nga shpopullimi, dhe këto dyja bëhen bashkë. Dhe prandaj ndoshta prandaj edhe mjedisi është aq i shnetshëm në ato zona, sepse dora njeriut nuk. Unë prandaj ta bëra këtë pyetjen, ku është më keq ose si është situata midis një qyteti apo një tjetër. Mos ka një paradigmë këtu, që do të thotë atje ku ka lule dhe pemë, ti nuk gjen punë dhe mund të vdesësh për të ngrënë. Ndërkohë që atje ku ka industri, ti mund të gjesh një vend pune, po industria të ndot çdo gjë tjetër dhe ti mund të vdesësh edhe pse ke fituar disa para. Në fakt, si e zgjidhim këtë? E zgjidhim me akses, me përmirësimin e aksesit. Do të thonë, ky është problemi që është në nivel kombëtar shumë i fortë. Pse? Kemi një kolan qytetesh në zonën lindore që vuajnë shpopullimin total, mund të themi, po rrezikojnë të zhduken qytetet tona. Dhe ndërkohë potencialet nuk është se janë atje, po janë të fjetura, sepse nuk i zhvillon kush, nuk ka njerëz të zhvillojnë. Kemi një potencial turistik në zonën lindore që është i mrekullueshëm, pra ke ç'a ti ofrosh edhe ekonomisë, ndërkohë nuk ke akses që të shkosh, akses mjaftueshëm që të shkosh. Deri para pak kohësh ti mund bëje 6 orë për të shkuar në Dibër. Tash dakord, mund të jetë hap, mund të jetë dakord, po mund ta shohim pra në këtë kemi vetëm disa dritare të vogla që na mundsohen nga dritaret e aksesit që na mundsohen drejt asaj zonës lindore të Shqipërisë, ose mund të themi shpinës së Shqipërisë. Ndërkohë kemi anën tjetër që popullsia është pothuajse 90% në zonën perëndimore, është e ndotur. Edhe mundësitë ekonomike nuk janë në sajë të potencialeve natyrore, por janë në sajë të aftësive tregtare apo shërbimeve që ofrojnë këto zona. Pra, kemi një polarizim në nivel kombëtar që potencialet kryesore ekonomike nuk janë këtu ku janë. Nuk janë në pjesën, mund të themi, perëndimore, por janë në pjesën tjetër të Shqipërisë, që janë të pashfrytzuar sepse s'ka njerëz dhe prandaj mjedisi është i pastër, dhe kemi anën tjetër që është mix to mix pastaj, që kemi edhe zhvillim në farë mënyret ekonomik, po që kthehet në dëm mjedisor, e tjerë që prodhon edhe këto problemet me ajrin që kanë kryesisht qytetet perëndimore, që janë qytetet më të mëdha në Shqipëri. Dhe kjo zgjidhet me përmirësim aksesit në afatgjatë, që ti të unifikosh mundësinë e zhvillimit ekonomik në dy anë, po duke mësuar nga e kaluara se si kemi shfrytzuar ndoshta qytetet
në zonën perëndimore. Tani e thënë kështu u bë pak më ndërlikuar situata. U bë. Por ajo që ishte emëruesi përbashkët i gjithë kësaj bisedës në le të themi në këtë fazën e parë tonën, në minutat e parë tonën, kur e nisëm me ajrin, thamë që ndosnin nëpërmjet planifikimit keq planifikimit urban, ndërtimeve dhe pasaj të automjeteve, të cilët nëse do të kishin disa regulator nga politik bërësit ose nga vendimarrësit, mund të kishim një realitet pak më të mirë, pa duke i thjesht, po askush nuk ka vëmendjen në këtë situatë. Në aspektin e energjisë, gjithashtu mundet që të zhvendosnin politikat. Pyetja për të futur pak në kontekstin e atmosferës ku ndodhet vendi jon, ne për pak muaj shkojmë në zgjedhje, janë le të themi edhe disa javë që qytetarët do të vendosin. Mirë po do të vendosin ata do të vendosin për ata të cilët do vendosin për këto që ne diskutojmë nëse do përmirësohen ose jo. Në qasjen tënde ose nësa ti ke vëzhguar, a kanë pasur ndonjëherë partitë politike në fokus ose në refene të tyre këtë çështje? Duhet të them që shumë rrallë është hasur që të ketë një politik, mund të themi të mirë sqaruar për problemet mjedisore ose të trajtuar për problemet mjedisore. Gjithmonë mjedisi në programet elektorale është pasi diçka periferike, këtë duhet ta themi, dhe prandaj jemi këtu ku jemi me kuptimin e menaxhimit të sfidave të mjedisit që ka sot Shqipëria. Edhe në këto programe elektorale që mund të jenë prezantuar copza të programeve elektorale, ne nuk shohim mund të themi vullnet për të ndryshuar diçka, po vetëm në momentin ndoshta që kur të kapet pushteti nga, mund të lexojnë më mirë problematikën, se nuk e kuptoj pse nuk ka një qasje më gjithëpërfshirëse për mjedisin në kuadër të politikës, sepse mund të themi që edhe nuk e kuptoj, politikanët nuk e kuptojnë se sa rënd është problemi ose sa i thellë është problemi me mjedisin në Shqipëri, apo ku janë këto hotspotet apo ku janë këto gepet që ne kemi probleme me mjedisin. Po mirë, problemi me mjedisin mund shtoj diçka. Problemi me mjedisin për shembull është efektet e ndryshimeve klimatike që futen edhe përmbytjet, futen pra edhe një gamë tjetër gjërash që të vinë ty si pasojë e ndryshimeve klimatike, që ne në fakt jemi një vend që duhet ta themi mund të jemi shumë të ekspozuar edhe ndaj problemeve të fatkesive natyrore. Sigurisht që këto janë të gjitha elemente të cilat nëse do të ndodheshin në programet e partive politike ose nëse do kishte një le të themi narrativ tek partitë politike, mbase më pas do kishim edhe realitetet ndryshuar. Mirë po, ti e di, edhe ti je një lojtar politik vetë shpeshherë. Politikani shkon tek qytetari dhe përgjithsisht flet për atë që i intereson qytetarit. Pra mos politika ka të lexuar që ndër popullatën, ndër qytetarët, nuk ka ndonjë interes për mjedisin dhe mbase është galaktike ose aliene të vesh diku, platonike po thu. Të vesh diku ku ka halle të ushqimit, bazike, ku ka halle të shëndetësisë, ku ka halle të arsimit, dhe ti vete i flet për kurorën e qytetit apo vete i flet për përmirësimin e një mjedisi të caktuar. Ka kuptuar këtë politika që nuk e luan? Unë mendoj që politika në këtë rast shef prioritarizon problemet e njerëzve dhe tenton të godas aty ku ati dhe më shumë për t'ia zgjidhur në mënyrë që ta bëjë elektorat, patjetër. Por që unë them që ka një mund themi zgjim të interesit edhe të masave më të gjëra të popullatës për sa i përket mjedisit, sepse për ditë më shumë ne po ndërgjegjësohemi që mjedisi do duhet të jetë më shumë në vëmendje edhe të klasës politike, po ne kemi një problem këtu, sepse ne nuk kemi në kuptimin narrativ të mirëfillt politike për një vend normal. Ne kemi narrativën e propagandës që jemi akoma në problemet e korrupsionit dhe jo korrupsionit,
dhe nuk lëm hapësira për trajtimin e çështjeve tjera që mund të konsiderohen si narrativ normale politike në një vend. Në të normalizuar. Unë do të bëja një pyetje që lidhet për tek kontekstit të Shqipërisë, edhe ka një lloj qasje ose një lloj ndarje që thuhet që të djathtët përgjithsisht janë fokusuar te industrializmi edhe tek më pak të orientuar drejt mjedisit, ndërkohë që të majtët edhe janë pak më shumë të fokusuar ndaj mjedisit, por madje tashmë nuk janë, le të themi, nga e majta kanë lindur grinët, pra të gjelbërtit. Që do të thotë, mirë po në Europë edhe në botë dukshëm që ka marrë një euforizëm, le të themi, të djathtat në pushtet, edhe më pak, le të themi, në Gjermani ka një rezultat më të dobët të majtës edhe të grinëve ose të gjelbërtve. Am rrezikohet, le të themi, në aspektin global agenda e mjedisit edhe e energjisë, le të themi, e rinovueshme e gjitha këtyre elementeve që është në paqe me planetin? Në një farë mënyret, mund të themi që këto politikat e një farë mënyret ekstremi djathtë tentojnë që gjithë këtë e quajnë tollumbacën e politikave të gjelbra ta quajnë greenwashing. Kuptimin politika shplarse të gjelbrës. A ka një politikë shplarse të gjelbrës? Në fakt, unë besoj që ajo është realitet që ne po nuk ndërhyjmë, do të jetë shumë vonë për t'ju rikthyer dhe pasojat do jenë katastrofike dhe në fakt faktet kanë treguar që pasojat janë katastrofike. Po marr rastin më të vonshëm që po ndodhte përmbytja në Firenze. Është një përmbytje e përmasave që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në ato përmasa dhe kjo vjen normalisht mund të themi është shumë e padukshme ajo që e shkakton, po është në masë globale ajo që e shkakton. Dhe ne po ndërhyrja nuk qenë në këtë lloj maset, ne do vuajmë për ditë më shumë këto pasoja që do të jenë të paparashikueshme për ne. Po marr një rast tjetër, dikur në Shqipëri ka patur për shembull nuk ka patur fenomene të rain bombs ose të bombave të shiut që ti për 3 ditë të binë 1200 mm shi. Që është, mund të themi, mund të jetë gati sa gjysma e masës vjetore të shiut. Pra, këto vinë si pasojë dëmeve apo e problemeve të ndryshimeve klimatike dhe këto janë fakte të vërtetuara shkencërisht, pra të djathtët mund ta kenë në këtë pikë kanë të djathtët ekstrem. Absolutisht. E kanë të vështirë të qasen pavarësisht se propagandojnë shumë, mund të themi në këto në atakimet e problemeve mjedisore. Emil, lidhur me kthehemi prapë në Shqipëri. Nëse a është e tepërt që një qytetar shqiptar të kondicionojë mënyrën se si voton nga mënyra se si forca politike i qaset mjedisit? A është e parakoshme, është e tepërt? Në kontekstin ku jemi, ne kemi probleme ekzistenciale dhe mund të jetë pak e parakoshme, por kjo do me integrimin në BE, që mendoj që është në perceptimin të është rrugë pa kthim, ne do fillojmë të aderojmë, tashmë kemi hyje asaj. Mund të jetë pa kthim, po është shumë e gjatë. Është e gjatë, po, patjetër. Po në këtë kuadër Bashkimi Evropian të kondicionon ty që edhe nëse ti nuk do, nëse ti do të vish me mua, ti do shkosh atje. Dhe ky është, mund të themi, ajo varka e shpëtimit që ne kemi mund të themi në këtë vizion apo në horizontin ton në Shqipëri. Është e vërtetë. Unë gjithmonë besoj dhe shpresoj që nëse partitë politike do duan të ndjehen që janë vërtet afër qytetarëve dhe që janë në thelb të qenurit mjedisor, mua më duket edhe si një mision patriotik. Pra, e kam darë këtë reflektim me miqtë e mi. Ne shpesh kemi punuar me të rinjt. Mirë po, unë shpeshherë kam qenë skeptik për çështjet mjedisore, të fokusuar te ajo që ju thonit që është korrupsioni, drejtësia ekzistenciale, dhe gjithmonë për shumë vite kisha menduar që ishin periferike. Mirë po, në disa miq të përbashkët të cilët le të themi kanë punuar me ne dhe na kanë kthyer tek interesi për mjedisin, unë kuptova që për shumë vite kisha qenë shumë gabim. Madje
ajo që unë kërkoja tek të rinjt, për së vërtetë se kam gjetur të ata të rinj të cilët ishin me qasje ndaj mjedisit. I kam gjetur më shumë patriot dhe më shumë të lidhur me vendin dhe me ata të rinj të cilët ishin të lidhur me natyrën, me tokën, me pemën, me kafshët, me gjitha elementet dhe bukuritë e këtij vendi. Ajo të bën pak patriot për çdo ditë. Dhe unë mendoj që kjo mund të vazhdojë dhe mund të jetë një qasje edhe tek partitë, edhe le të them edhe tek këto partitë të cilët janë të reja apo do duhet që të kenë qasjen mjedisore dhe ta tejkalojnë këtë fazën ku ti qenurit mjedisore dhe të duash natyrën dhe duash këtë zhvillimin e qëndrueshëm është një gjë që i tejkalon nevojat e përditshme të realitetit tonë. Megjithatë unë kam ardhur në një fazë tjetër pyetjesh ku së bashku në fakt do duhet të komentojmë disa imazhe që unë i kam sjell për ty, po për shkak se kamera, unë do duhet bëj një ndërhyrje të vogël tek kamera të cilën kemi. Tek kam shtypjen që tani jemi mirë, e testonim sot kamerën për herë të parë dhe do duhet që të vendosja dorën unë si duket. Duke shpresuar që të jemi okay me planet, unë do të bëj disa pyetje të shpejta. Pyetjet e para lidhen me le të themi aspektin profesional dhe të karakterit tënd. Çfarë do zgjidhje për qytetin tënd ose për vendin tënd nëse do ishe në drejtim një digë apo panele diellore? Normalisht e gjithë mund të themi edhe plani rritjes për shembull edhe Green Deal-i në këtë rast që është një platformë ose strategji ndërkombëtare e Bashkimit Evropian shkon drejt diversifikimit apo të portofolit energjetik të vendeve drejt energjisë së pastër. Kush mund quhet energji e pastër? Edhe hidrocentralet mund deri dikur quheshin energji e pastër, por ka një por. Ato kanë efekte të pakthyeshme në territor. Në ekosistem dhe në territor. Pra, është pak i vjetër koncepti që ti të quash hidrocentralet si energji e pastër. Normalisht që do të preferoja të shkoja drejt energjisë së paneleve fotovoltaike patjetër, por e përdorur në masën e duhur derisa ti ke nevojë. A ka energji dielli për të na furnizuar me energji elektrike të gjithë? Teknologjia, flas në kuadër kombëtar, teknologjia po arrin po ec me hapa shumë të mirë që të eficientoj panelet fotovoltaike në mënyrën e duhur që ne të mos na duhen më digat për sa i përket hidrocentrale. Nuk e dia, është një pyetje normale për t'ia bërë një djali shkodran. Por çfarë do zgjidhje, makinën apo biçikletën? Do t'i zgjidhja të dyja. Pse të dyja? Sepse do të duhen të dyja, po amplituda e përdorimit do ndryshojë. Çfarë do thotë? Ty duhet makina, në Shqipëri duhet makina. Duhet makina se mund të vish në Tiranë, e ke shumë të vështirë, e ke jo komode të vish me transport publik. E kuptoj. S'ke tren. Po në qytet, patjetër që do qëndroj me biçikleta? Vetëm me biçikletë, sepse qytetet shqiptare përgjithsisht këtu duhet të thellohen pak. E ke një biçikletë? Ne jemi në shtëpi, jemi 4 të rritur dhe kemi 6 biçikleta. Kështu që mirë, pas keni një biçikletë edhe për mua. Po. Pyetja e radhës është, do doja të jetoje në fshat apo në qytet? Something in between. Në asnjërin dhe as tjetrën, sepse do që ta bëjmë fshatin qytet? Mund ta bëjmë ose qytetin fshat? Po. Qytetin fshat është gjëja më e mirë teorikisht që të kishim. Pse? Është e mundur? Është e mundur me anë të politikave mjedisore, për shembull për një farë mënyrë transformimin e qyteteve në qytete kopësht. Është një politikë shumë e vjetër në kohë, po mund të fusim edhe konceptet e smart city-t këtu në këtë mes, që të lidhet pak edhe me qytetet kopësht dhe mund të jetë diçka e mesme
në teori, në praktik ka disa shembuj që mund të thuhen si kampion të qyteteve të gjelbër. Kemi njërin e kemi shumë afër, është Ljubljana. Në mënyrë që të ofrojë më të mirat e të dyjave, edhe urbanizimin, në kuptimin e kësaj, po edhe natyrën e egër, natyrën ta ofroj brenda qytetit. Kjo ishte ëndra jote, po sot që nuk e kemi këtë, ku do jetojë, në fshat apo në qytet? Në distancat që ka Shqipëria sot do jetoja në fshat patjetër. Sepse shumë shpejt ato do bëhen të aksesueshëm një mënyrë apo një tjetër, aksesi do. Në Tiranë apo në Shkodër? Patjetër që në Shkodër. Kjo është në fakt një zgjedhje që unë tashmë e kam bë. Unë kam jetuar në Tiranë për 13 vite dhe gjykova një moment caktuar që jetesa në Tiranë nuk ja vlen, është bërë shumë e shtrejtë, është bërë me këto dëmet mjedisore që kemi dhe është në përgjithësi të kushton shtrejt, kushton nga të gjitha mënyrat. Dhe në këtë rast unë bëra një llogari të thjeshtë, jetoj në Shkodër, të vi dhe të punoj në Tiranë, bëjmë edhe një lloj qëndrueshmërie në transport që ne kam miq dhe shok që u ndaj makinën me to. Kuptimin që vim eficientojmë një farë mënyrë edhe transportin. Dhe është një mënyrë e mirë dhe shpresojmë shpejt që mund të vinë edhe treni dhe pse jo mund të lëvizim me tren. Dhe nëse do lëvizim me tren, ne do kemi një transformim edhe në mentalitetin e jetesës, mund të themi në Shqipëri. Mund të mendojmë të jetojmë në mënyrë metropolitane, sepse e gjithë zona zona perëndimore e Shqipërisë është një metropol i madh në vendet tjera. Mua më duket që e bën pak me hile, sepse ti e ke matur hajrin, e ke kuptuar që këtu vdes në këtë ajër, ke marrë mjetin dhe ke ikur dhe punon dhe pastaj ikën në Shkodër dhe na i ke lënë ne që ta konsumojmë. Ka mënyra tjera që mund të jenë vendbanime shumë afër Tiranës që mund të kenë cilësi më të mirë ajrit dhe pse jo, dhe kjo mund të jetë një zgjidhje e shpejtë dhe smart për momentin. Plastik apo qelç? Patjetër që qelç, absolutisht që po që qelç, sepse plastika është e mundur? Është e mundur deri në një masë shumë të madhe, jo në 100%, po që kjo do ndihmonte jashtëzakonisht kazusin ton. Në kuadër për shembull në kontekstin lokal do të fillonin që të zhdukeshin mbetjet plastike, që është një gjë shumë e mirë. Ne vuajmë me menaxhimin e mbetjeve dhe vuajmë dhe kjo vuajtje shikohet në çdo pikë. Dhe në këtë rast ky kontekstualizim apo ndërmarrje hyrje me politikat e për shembull shfrytëzimit të qelçit kundrejt plastikës Ishte edhe shumë interesante, studimet e fundit tregonin që njohuritë le të themi shkencës ose njeriut për përmbajtjen e mikroplastikës në këto shishe, të cilat mendoheshin të ishin të pakta, ishin në fakt shumë herë nga ç'ne mendonin dhe që përpasoj mund të jenë edhe shumë herë më të dëmshme. Megjithse nga përtej oqeanit shohim praktika që janë kthyer qelçit, janë kthyer plastikës sërish në mënyrë të pakuptimit. Por ne nuk i shpëtojmë edhe një herë, thash, ne nuk i shpëtojmë kontekstit ku ndodhemi, edhe për pak javë do drejtohemi në zgjedhje dhe unë do doja që për liderët politik, të cilët në fakt garojnë në këto zgjedhje, të merrja nga një koment ose nga një fjali prej teje. Edi Rama, kryeministri i vendit i cili garon për një mandat që askush nuk e ka pasur në Shqipëri, megjithëse rekordin e theu që me mandatin e tretë, por tashmë po hyn edhe të kërkojë një mandat katërt. Rekord tjetër. Mund ta quaja psikolog shumë të mirë të kontekstit shqiptar, sepse me dinakritë e tij me propagandën, Mister Propaganda patjetër, dhe është vetmja mënyrë që ai mund të mbijetojë dhe ka mbijetuar në skenën politike për kaq gjatë, duke njohur shumë mirë pikat apo mendësinë e popullit vet, dhe duke qenë shumë afër popullit vet, pra duke mos krijuar distancë me popullin e vet. Njerëzit në një farë mënyrë, një masë e madhe e njerëzve e bën ose është i pëlqyeshëm nga një masë e madhe njerëz, pavarësisht se është edhe fatkeqësia ndoshta
e këtyre njerëzve për vetë faktin që ka jetuar kaq gjatë në pushtet. A është mjedisor kryeministri? Pare. Kryetari i opozitës që dukshëm është po aq gjatë në politik, zoti Sali Berisha. Mund të themi që është një konsumues i madh i pushtetit në gjithë etapat, por mund të themi që është i nevojshëm me karakterin e tij politik në skenën politike shqiptare, sepse mund të jetë i vetmi antidot për ashpërsinë e vetë politikave që ndjek edhe kryeministri. A është mjedisor? As Sali Berisha nuk është mjedisor dhe kam edhe një këshill në fakt, duke qenë që unë mund ta them që jam në kuptimin e kësaj jam opozitar, nuk duhet heq në dorë nga ndërtimi i hidrocentraleve, sepse ka bërë një premtim që duhet ta kthejmë në superfuqi energjetike të hidrocentraleve. Shqipëria ka kapacitete që të kthehet në një fuqi energjetike, po me panele fotovoltaike, të diseminuara në territore të ndryshme dhe jo të përqendruara në territore specifike. Një tjetër i arrestuar në kampin e opozitarëve, le të themi, por që liria ai nuk mund të ai ndodhet në burgim edhe është një nga figurat e themi të politikës shqiptare që ka probleme me strukturën e posaçme të krimit të organizuar spak. Mund ta paralizojmë me vetë tranzicionin e politikës, si e nisi e bitisi, nuk është e nisi kryeministër, po për të bitisë e nisi kryeministër, po si përfundoi me problemet korruptive e tjera që në fakt ka hasur gjatë gjithë rrugës së tij dhe trajektorës së tij politike, është thjesht ishte një konsumues pushteti dhe asgjë më shumë. Ish lideri i opozitës, Lulzim Basha, dukshëm që tashmë ka gjendet në fushat dhe po këmbejnë edhe mesazhe me kryeministrin e vendit. Mund të themi që do ta marr në dy rrafshe. Në rrafshin në kontekstin atë që lidha për shembull kryeministrin në kontekstin e afërsisë së mendësisë me popullin, ky është shumë i largët. Dhe kjo e ka bërë një lojtar të dobët në jetën politike të vendit, pavarësisht se mund ta kishte stofin që në një situatë tjetër politike mund të ishte goxha domethënës për jetën politike të një vendi më normal. A ka qenë mjedisor? Në politikën që ka ndjek në ato pak kohë që mund të ketë pas pushtet, jo, nuk ka qenë, se ka qenë edhe kryeministër i infrastrukturës në vitin kur është ndërtuar vepra e madhe e rrugës Kombit, po ajo ka qenë thellësisht jo mjedisore edhe në kuadër të rigjenerimit të mjedisit që i duhej bë në fakt. Si aks kombëtar. Një tjetër garues dhe lider politik nga do ta gjesh në fletën e zonës tënde, Tom Doshi, Partia Social-Demokrate, e cila ka ambicien për të fituar, le të themi siç ai shpreh 6 mandate. Mendoj që në fakt i ngjan shumë përshkrimi që i bëri për Ilir Metën, po ky ka një dozë më të lartë të korrupsionit që në fakt flitet shumë, po nuk perceptohet nga organet ligjbatuese, që është shitblerja e votës, dhe i vetmi instrument që unë lexoj në kuadër të kësaj force politike është shitblerja e votës, megjithse kohët e fundit ka filluar që ta mvesh këtë lloj politiket me figura pak më të pastra dhe figura që kanë më shumë kontent ose përmbajtje. Është e rrezikshme apo pozitive? Është e rrezikshme sepse bërthama do ngele njëjta. Një tjetër lider politik, shpesh e them me miq, që raporti midis popularitetit dhe votave është dramatik. Është ndoshta lideri që i afrohet më shumë kontekstit shqiptar. Prandaj është i pëlqyeshëm, po nuk është i fortë mjaftueshëm që t'i përkthej në vota. Kemi bllokun e ri, bllokun e le të themi
partive të reja ose relativisht të reja të cilat garojnë në këto zgjedhje dhe Adriatik Lapaj, drejtuesi i koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet. Në fakt mund të themi që për bllokun e ri normalisht në teori është një lëvizje mund të them e mirë, sepse Shqipëria në skenën politike ka nevojë të luhatet dhe të mos kemi binom, të kemi trinom dhe të fillojmë dhe sistemi ndoshta të fillojë dhe këto politikat ose këto partitë e mëdha të kuptojnë që domenet nuk i kanë gjithmonë të tyret në fakt. Dhe kjo i bën më të përgjegjshme dhe një ndër këto mund të jetë Adriatik Lapaj, por në kuadrin tim ka rrezik të mimetizohet me politikën e vjetër që unë kështu e lexoj të paktën dhe këtë gjatë duhet të jetë shumë i kujdesshëm që mos ta bëj. Ke informacion? Ka qasje ndaj mjedisit dhe nuk kam asnjë informacion në kuptimin që të më jap, kam lexuar ose kam pa disa reelse të tij që thot për një plan kombëtar urbanistik, po që dhe mbështetet vetëm në mënyrën e dhënies së lejes ndërtimit aty, po nuk e kupton që mjedisi apo mund të themi territori është shumë herë më i komplikuar se sa vetëm një dhënie e një leje ndërtimit. Kemi sisteme të ndryshme territoriale, sistemin e ujor, sistemin natyror që është pyet dhe gjithçka që merret me natyrën dhe kemi edhe sistemin bujqësor që është përveç infrastrukturës dhe sistemit urban. E vërtet. Pjesë e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, Endri Shabani, kryetari partisë Nisma Thuria. Mund të themi që është në retorikën e tij politike është disi më i kujdesshëm politikisht, por përsëri është shumë larg kontekstit shqiptar. Kjo e bën të jetë shumë larg kontekstit shqiptar dhe e bën të jetë një lojtar i dobët politik, në kuptimin nuk ngjall besim në popull sepse flet për gjëra që ne mund t'i konsiderojmë akoma luksi. Agron Shehaj? Agron Shehaj mund të themi që nuk jam shumë pro lëvizjes së tij duke e gjykuar tek fillesa. Pra, shanset më të mëdha për të ndryshuar, për të sjellë njerësi në politik, përsëri do jenë nga forcat e mëdha ose nga forcat tradicionale. Por lufta do të jetë e brendshme më shumë se e jashtme, që këto forca të ndryshojnë në brendësi të tyre. Dhe unë mendoj që është shumë e mirë që patjetër që lufta do të ishte brenda PD-s, që të ndronte një farë mënyrë diskursin e politikbërjes në PD në mënyrë që të sillte ose mund të pretendonte që të vinte në pushtet. I fundit Bashk, partia që dukshëm regjistroi kandidatët më herët edhe po përgatitet që të hyjë në këto zgjedhje. Konkretizim i lëvizjeve që po ndodhin në Europë të ekstremiteteve të dy krave dhe tashmë kemi filluar që të shohim edhe ekstremitete të kontekstualizuara në nivelin shqiptar. Gjë që nuk e bën jo faktor, mund të jetë faktor në zona të caktuara, por që politikisht përsëri e shoh larg dhe pak gjasa që të konsumoj ndoshta për një periudhë të shkurtër pushtet. Dhe këtu le të themi me komentet e personazheve politike, sigurisht që kemi mbritur le të themi tek pyetjet e fundit, të cilat lidhen me le të themi me ditën e zgjedhjeve ose me nevojën për të marrë pjesë në zgjedhje. Ju vetë Mel, jeni votues i rregullt sa herë ka zgjedhje ose nuk kam dështu, në kuptimin nuk kam shku asnjëherë për ta çuar votën time dam. Në kuptimin e kësaj nuk kam votuar gjithmonë dhe patjetër që do jem një ndër personat që edhe nëse nuk ka perceptohet sikur nuk ka shpresë, unë do të jap një verdikt për votën. Si e shikoni pjesëmarrjen e lartë diasporës në regjistrimin për të votuar? Ajo është
një hap shumë i mirë, pozitiv për ta zgjeruar në një farë mënyrë dhe për t'i dhënë vot, do thonë për t'i dhënë mundësinë e votës një diapazoni më të gjerë të popullsisë. Ne në fakt duhet ta kuptojmë këtë kontekst që një pjesë shumë e madhe ose gati gjysma jonë është jashtë. Dhe në këtë rast jemi në këtë kontekst edhe këto persona duhet t'i japim mundësi që pse jo të japin votën e tyre për vendin e vet, sepse ka një gjë, ato mund ta shohin ndoshta edhe më mirë, por ndoshta edhe më keq në fakt. Pra mund të jetë shumë e polarizuar ideja e kontekstit Këtë nuk e dim akoma, po presim rezultatet që ta kuptojmë. Rezultatin, por qartësisht është një gjë pozitive që po ndodh për sa i përket votës së diasporës. A është mënyra apo modaliteti i duhur? Unë them që këtu kishte probleme në procesin e regjistrimit, sepse nuk duhet që të regjistroheshin vetëm ato persona që kanë një letër njoftim shqiptar, po duhet të ishin edhe tjerë, po kjo duhet hajde të gjejmë pastaj mënyrën dhe apo modalitetin e dikush është interesante se të gjithë që kanë pyetur nuk dinë se si ta lexojnë pjesëmarrjen e madhe të votës le të themi diasporës për të votuar. Dhe të gjithë janë duke pritur se si do jetë rezultati i votës së diasporës për të dhënë një përfundim të tyre. Po un kam frikë që ne mund të bëhemi subjektiv. Nuk e di tani. Mendoj që nëse vota e diasporës do shkojë le të themi për të konfirmuar ata që janë dhe mbështetësit e tyre do thonë që diaspora është nga inteligjente. Ndërkohë që ata që nuk morën votën e diasporës do thonë që e shikon vota e diasporës është më keq. A mos po tregojemi pak cinik në mënyrën se si po mundohemi ta bëjmë një pjesë të mirë të shqiptarëve që do votojnë dhe për ta futur në këtë lojën e tranzicionit shqiptar që jeme ne, si jeme ne, si jetë. Nuk duhet ta shohim vetëm në kontekstin e një palë zgjedhjeve. Duhet ta shohim në kontekstin në trajektore pak më të gjatë. Dhe unë mendoj që personat më të pa influencueshëm dhe që e shohin realitetin mund të jenë, pavarësisht se janë larg, mund ta shohin ato. Dhe ti bën gjithmonë diferencën shumë të madhe që ke me vendin ku jeton me vendin që ti ke ardhur. Dhe kjo unë them në qoftë se me atë që unë lexoj, kjo i bën ato në fakt një farë mënyrët edhe votë të pa influencueshme nga mënyrat e pushtetit. Pavarësisht se pushteti apo në këtë rast edhe të dyja, mund të them edhe opozita, po mundohet të shpik mënyra që ato t'i fusë në presionin e politik një farë mënyrët, po nuk mendoj që ato hynë kollaj në presionin politik të forcave politike dhe do e japin votën, pra atje ku ata mendojnë realisht që është e mira për ta. Në fakt edhe unë i bashkohem qasjes tuaj, nuk duhet të presim që kësaj sjellje të re t'ja shohim frytet ose rezultatet me herën e parë, sepse në fakt ajo që besonim ose ne të gjithë do donim ose të gjithë shqiptarët mendonin që do sillte dhënia e votës diasporës lidhet me një importim të tyre, ata do sillnin tek ne një qasje të vendeve ku ata jetojnë që janë vendet e zhvilluara. Sigurisht që ata nuk kanë një forcë politike të tyre dhe në disa le të themi në listat e partive politike ose partive kryesore janë ose të renditur të fundit ose të lënë jashtë mundësive për të le të themi të vjetrit e politikës shqiptare janë treguar aq marifetxhin sa t'ju shkojnë, t'ju marrin votën, po të mos i japin përfaqësimin. Por gjithsesi kjo është një element që mund t'ju rezultojë shtrenjtë, mund ta paguajnë shtrenjtë. Gjithsesi kjo mbetet për tu parë dhe ne do duhet që ta lexojmë. Duhet ta lexojmë sepse është një pikpyetje e madhe dhe askush nuk tregon, mund të themi, një diagnozë që i përafrohet margjit që si do votoj diaspora. Por kush thotë që kemi një diagnozë, nuk mendoj që është realist. Por unë mendoj që edhe në këtë moment diaspora është duke na dhënë një mësim edhe me kaq sa ndodhi. Numrat e mëdhenj të regjistrimit të diasporës kanë treguar që në një sistem demokratik aratisja nga sistemi nuk është zgjidhje. Edhe ajo që ne shpeshherë bëjmë, që mungojmë në proceset e votimit dhe të zgjedhjeve. Ata rrezik me shumë mundësi e kanë kuptuar edhe në mënyrë
le të themi të vështirë, duke e paguar shtrenjtë dhe duke u gjendur atë, për të kuptuar që të mos marrësh pjesë në procese vendimarrëse, mund ta paguash shtrenjtë dhe kjo kam përshtypjen që është mësimi i parë nga kaq sa ne kemi kuptuar për një lloj leksioni në demokraci. Në demokraci nuk ka bojkot, në demokraci do marrësh pjesë. Nëse nuk merr pjesë, dikush tjetër do vendos për ty, do vendos për ty dhe do bëhet më keq. Kështu që edhe me këtë mesazh të nevojës për të marrë pjesë në procese demokratike, unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij komunikimi së bashku edhe me ndjekësit e qendresës, edhe sigurisht për kohën që ju i dedikuat këtij komunikimi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të merrja pjesë në mikrofon. Shumë faleminderit, miq, ne bashkarisht do takohemi sërish me çështjet jo vetëm zgjedhore, por edhe zgjedhore për shkak të kontekstit, por me le të themi me personazhe të cilat përbëjnë vërtet interes dhe vlerë në përqasjen dhe në shfaqjen e opinioneve dhe qëndrimeve të tyre. Kështu që duke shpresuar që të shihemi në komunikimin e radhës, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që na ndoqët.